Një me thënë drejtë, unë e kam shumë merak të ku shkoj, shoh gjëra të vjetra, edhe kam një respekt të madh për ata që i ruajnë gjërat e vjetra të trashëgimisë. Që do thotë, asnjë lloj muzeu nuk është bërë historikisht edhe mirëditë, po edhe në vende të tjera, për te tyre që quhen muzet familjare. E janë familjet, janë komunitetet që i kanë bërë muzet. Dhe unë mendoj që edhe muzeun e mirëditës shumë gjëra duhet të bëhen nga komunitetet. Me prangën tani, unë ala këtu për një arsye që lidhet me modën, prangë. Shoh disa këmonë që janë to. Këto këmonë, ku janë prodhuar? Këto këmonë janë prodhuar në Kuzhnen. Në Kuzhnen. Ke shtëpia e Ambroz Marlaskës. Po pra, Marlaskat e famshëm. E Marlaskat e famshëm. E shkruan Dom Prensulin 1937 të hylli dritës dhe shkruan të gjitha familjet e zejeve të mirëditës. Ndër tjera thot këmonë që bonin Marlaskat si ata dhe askun tjetër. Ashtu. Dhe sot e kësaj dite nuk prodhohet as shkruan. As shkruan. Janë me këmonë shumë interesante. Jo pa edhe për shembull Shiriaku është këmona e vjetër. Sa mund ketë kjo këmona? I kanë se këto kanë pas dhe të shkruaj me vitet. Vitet po janë fshi. Janë fshi. Veshje që ka pas me bagën e ato nga vitet nga puna që ka bë. Që kanë bërë, po. Po janë fshien. Ashtu un kam pa me 100 sa vite, 120 vite edhe tjetër kënd, por këtu janë shumë interesant. Ky kaptell quhet ky si quhet? Rreth i këmonës, ëh. Kjo edhe kjo duhet të jetë shumë e vjetër. Është frashë. Po, është frashë. Është frashë, ëh. I marr këtu është nxjerr ky? Po. Tani ti e marr mend që në vë baktive këto? Po, absolutisht po. Baktive tuaja, tufave tuaja? Po, edhe mas si u prish. Po, pas 90-s? Pas 90-s. Po. Ashtu unë i pa ta vu dhe. I pa ta vu sa baktive. Sa baktive pa ta. Nga ushtria erdhe. Nga SBT, po. Edhe atë. Mos e shku pranë ushtri. Shumë bukur. Edhe tani shoh janë edhe njëta edhe kjo që e kanë ndryshe, e bën me rrip. Po, është bën me rrip. Diçka rripi mund të ketë qenë ky. Ti apo ke botikën? Jo, po me rrip ka qenë për t'i ra për shkurt. Për t'i ra për shkurt, po, si sa vinte dorësh këto me të tjerë dhe ke botë. Edhe kjo është shumë e vjetër edhe kjo. Ashtu edhe kjo tjetra kjo që nga tunxhi duket. Tunxh. Po. Edhe kjo ja duket se sa e vjetër është, se e shoh këtu unë. Okej, dhe kjo. Edhe kjo me rreth tjetër. Kjo tregon që nuk është se kanë qenë cjep shumë të mëdha ata që kanë mbajtur këto. Besoj unë, sepse nuk është shumë e madhe kjo. Po, ndashin aty ku ishin tufte e mëdha, edhe këmonë më të mëdha. Po, më mëdha. Edhe më mëdha se sa këto. Edhe më mëdha se këto, por i kanë pasur. Më mëdha se sa këto. Shiko tani, këtu kemi një gur. Një gur këtu. Unë herë me thënë drejtë e mora për gur mullini. Vitet bie se mora për gur moknash, ato mokna që kanë qenë përdorur dikur. Edhe ky guri kush marr? Ky guri është marr në Kuzhnen. Në Kuzhnen? Ke dajat e mjesë, unë jam nip aty. Po je nip ke Marlasë ti? Jam nip ke Marlasë. Po edhe guri është marr atje? Guri është marr atje. Shumë interesant. Biles para 10 vitesh. Aha. 7-8 vite ka ashin na vëlldet nana dhe shku me Nokën. Po. Për të bërë një reportazh. E Nokën besoj e njifi gjithmonë Nokën. Agronom i talentuar dhe që ka bërë libra shumë bukur për bujqësinë e tjerë, shmjeshtër. Edhe kur vajtëm atje, duke bërë filmimet, se s'kishte as edhe një, s'kishte një në fshat. As edhe një familje. Atje? Atje. Duke bërë filmimet, aty afër një ferre, shkoj gjithë. Kur gjej edhe këtë guri. E ç'a bën aty? Dhe kë më kujtu që atë dajet e mia kanë pas vënë këto shella, edhe e përdorshin për pref. Atë këto shella që ta kuptojmë pra, këto shella është ta zon, po ke veni këtu, ja këtu ngrini, ja edhe vihen këtu. Ja si pjesa e dronit. Edhe rrotullohej me dorë kështu. Rrotulloheshin me kamë, ata kanë pasur. Po, me kamë, fiks me kamë, po. Edhe atëherë ç'a ndodhi? Bashin prefjen e veglave. Veglat da thika gjithë me radhë. Po, edhe këto këtu për shembull. Edhe për rrumat e kumonës. Rrumat e kumonës, për shembull, rrumi i kumonës është ky këtu poshtë, kjo pjesa këtu. Ja. Kjo kështu pra edhe për këto. Sa interesant janë artefakte që lidhet me të njëjtën kohë në të njëjtin vend. Paka shumë dhe kjo është shumë interesant. Dhe ti more këtë prej atje. Ke ferra, e që bërë, e bërë në shpinë? E unë në krah. Po se kjo peshonë vëlla që, jo, është peshe ranë kjo. E bërë në krah? E unë në krah. Prej funitarës, e diri atje, ha? E qoha diri, ku pa dhe më lënë makinë. Ku lënë makinë dhe e more i solle këtu. Më shofë, po, bravo qohët, më shofë që ke dhe tjera gjana shumë tjera, se ti ke punu me mekanik. Shofë tu që e ke mush me, ku di unë, qas ke këtu, buzhileta, ku di unë tu. I gjatë tjetër, prej pëse, se kjo është që ke mëraki, unë kam shumë me shumë respekt për ata cilët marrin gjërat e vjetra. Kjo për shembull, ja, edhe i gjatë tjetër që
Kjo është makinë mielëse, Makinë mielëse, domethënë. për misër dhe për fasuli. Ashtu, për shembull, se po na demonstro pak. Vendosim penat. Vendosim penat në Po, arë. pra ne po bëshin tamam shkrepse. Po, vendosim dy pena. Mhm. Atje me distancën, sa e do në distancë, për shumë si ishte për misën, 70 me 40, se ka që kiste ato distancë. Nga nga varieteti, se fasulja ka ma afer, edhe s'kishe punëtorë për të, Po për ashtu dhe edhe atëherë për dhe e doshim bosh e penapenin. vetë. Pra atje Me futi këtë fara. makinën, futesh fara këtu, Okej. me fara kjo. Po shumë bukur. Shiko, pra e di pse se thashun bëj edhe një lloj apeli, domethënë artefakte që ka se ka në shumë shtëpi, ka njerëz që janë pasionant për të marrë artefakte dhe i mbajnë. Për fatin e mirë akoma është ky lloj sui generis e quajmë në koleksionim. Dhe për fat mirë janë ata që e kanë lepjet mbrajtëse siç e ke ti. Dhe është mirë që normal në mirë besime me radhë që besoj disa gjëra që mund të jenë te Muzeu i Midisë. Për shembull, mon ka dhe vende tjera që mund të afrohen të bëhen një set mone shumë, po gurs për herë parë të pa këtu. Domethënë dhe kjo do të ishte një mrekulli që të bëhen një muze komunitar. Kështu që unë ja u sugjeroj edhe drejtuesët kulturës aty, edhe vetë kryetarit të bashkisë që të jetë një aksion i tillë se kështu janë bën, muzet kështu janë bën me aksione vullnetare, po i quajmë kështu, secili ka dhuruar, po dhuruar atë që ruhen atje. Kështu që është shumë kënaqësi megjithëse Prenga ka krijuar edhe një muze veri. Shumë faleminderit Prenga, ishte shumë kënaqësi që. Faleminderit për jush. Unë do isha plotësisht dakord me atë që thatë ju. Po. Do isha sepse ka sa dush kontributor dhe ka sa dush materiale që janë dhe Që po janë shëndam. po. Edhe jo, ka dhe gjë, sepse shiko, ka dhe gjë. Ti këtu unë erdha ti pash rastisht. Për shembull nuk është se vjen tjetër kush, ku do ja tregosh. Në kur e ke atje, shkruaj dhe emri poshtë, u dhurun nga Preng Noka. Nga është gjanë shumë e bukur, edhe ti ke krenarin tonë, sepse ata janë qina, mira njerëz që shkojnë i shohin, domethënë njerëzit do të ishte shumë më mirë po të bëhej kjo. Shumë nësi, Preng, dhe bravo qoftë. Faleminderit ju.